Kam marrë shumë mesazhe qysh mram për këtë deklaratën e kësaj banores në Big Brother që ka ofendu mirëditorët e Dibrancit pa besë. Nuk jam marrë personalisht me ta sepse kuptoj shumë qartë që është dora produksionit që i ka ngel hadrin me Dibranin, me mirëditor produksionit edhe po godet përmes Selinës, po Selinës edhe gjithë Selinave të Shqipërisë, të shqiptarisë, të botës, t'ju kujtoj që sa herë dielli s'bani dritë, pa Shqipëri se pa dibër e mirë ditë, edhe mos kishte dibër e mirë ditë, Shqipëria nuk do ishte kjo që është sot. Gjergj Skënderbeu ka qenë bej i mirë ditës i matit e i dibrës, ka qenë dibran. Kështu që nëse vjen puna për besë, e për tradita, e për zakon e për moral, gocat Dibrane, gocat mirëditore janë hedhë prej humnerës, mos miranë dorë pushtuesit. Jo me u fut në ditë parë, në ditë dytë burrave të martuar në krevat për me fitu